Kryetari i Bashkisë së Peshkopis, në hierarkinë e abuzimeve seksuale për një vend pune, ka shok në qeveri, administrat, madje edhe në polici. Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë denoncon me neveri abuzimet në zyrat e shtetit me gratë dhe vajzat shqiptare. Po sa raste të tjera mund të ketë në zyrat e rilindjes, sa raste të tjera abuzimi për të cilat gra e vajza të pazëshme nuk guxojnë të flasin, duke dënuar ngjarjen e rëndë të kryetarit të Bashkisë Peshkopi, Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë i bën thirrje të gjitha grave dhe vajzave që të reagojnë fuqishëm ndaj këtyre fenomeneve të turpshme, të cilat ky pushtet po tenton që t'i kthejë në institucion.